Bombulat e gazit në vendin tonë gjejnë një përdorim të gjerë në çdo familje apo biznes. Megjithatë, përdorimi i tyre në shtëpi ka sjellë një sër incidentesh të cilat kanë patur edhe pasoja fatale, deri në humbje jete. Shefi i shërbimit zjarfikës në Elbasan, Emerion Sota, thotë se edhe vitin që lan pas në Elbasan u shënua një sër incidentesh me bombulat e gazit, të cilat patën edhe pasoja. Sota thotë se ka një rregull teknik për të përcaktuar sakt për volumin apo ambientin në të cilin vendosen bombulat. Në mënyrë kategorike ndalohet përdorimi i bombulave 5 litroshe në ambiente të mbyllura pasi nuk konsiderohen të sigurta. Këto bombula përdoren kryesisht për gatim. Pasi kalon një periudhë e caktuar kohe, çdo përdorues i këtyre bombulave duhet i drejtohet pikave të certifikuara të kolaudimit për të vendosur mbi gjendjen e tyre. Shumë familje zgjedhin që gjatë dimrit të ngrohen me gaz. Sipas ekspertëve, kjo nuk është ndaluar, por apelohet për më shumë kujdes. Po, gjatë vitit kaluar ka pasur raste shfaqje zjarri nga bombulat e gazit, por ndërhyrja e shërbimit zjarfikës ka qenë kohë dhe janë evituar dëmet dhe incidentet e mundshme. Ku këshilloni që të drejtohen për të marrë një bombull gazi? Atëherë, bombulat e gazit nga qytetarët duhet të merren në pikat e licencuara dhe bombulat e janë të kolauduara, pasi përdorimi i një bombule të pa kolauduar mund sjellë pasoja. Dhe një këshill për qytetarët, përdorimi i bombulave 5 litroshe në ambiente të mbyllura është rreptësisht i ndaluar. Bombulat 5 litroshe janë të destinuara të përdoren në ambiente të hapura si kampingje, piknik, në natyrë, jo në ambiente të mbyllura. Shumë qytetarë zgjedhin edhe si mënyrë për të ngrohur bombulat e gazit. Janë të këshillueshme? Nuk është ndaluar që bombulat e gazit të përdoren për pajisjet ngrohëse. Bombulat e gazit që përdoren për ngrohje nuk janë të ndaluara, por duhet treguar kujdes në përdorimin e tyre, pasi lënia jashtë kontrollit mund bëhet shkak për lindje zjarri dhe pasojat dihen. Ku të shkojnë për ta kontrolluar bombulën e gazit? Cilin vend? Atëherë, në pikat e shitjes ku bëhet dhe mbushja e bombulave të gazit, atje provohet edhe kolaudohet bombula. Në rast se bombula nuk është më funksionale për të përdorur, pika e shitjes e licencuar e merr bombulën dhe e nxjerr jashtë përdorimit. Ekspertët e mbrojtjes nga zjarri këshillojnë që në një ambient të mbyllur, që ka një volum 10 metër kub, nuk lejohet të vendoset asnjë bombul. Në një ambient që është nga 10 deri në 20 metër kub, lejohet të mbahet një bombul, 15 kg, ndërsa nga 20 deri në 15 metër kub, lejohet të mbahen 2 bombula deri në 30 kg.